E kur jemi te kjo pjesë, Leonita jep edhe një mesazh motivues për gocat e reja që duan të futen në biznes, ama në një farë mënyre frikson dështimit apo fjalëve të hallkut. Po marrë parasysh se krejt kena me bo pare, është një kohë që krejt s'ka me mbet asë edhe një varfën botë, shumë shpejt. Krejt kanë me bo pare, amo shoqni të pastër, edhe shoqni që thojna si familje e dytë ose kështu, ka me pas shumë pak, ose edhe nësi kini që ata më dojnë me i rrujt. Veç që kjo është, se për tjera të qene krejt kena me jarit vetë. Ajo është e zonja në rënjën e instrumenteve siç është piano dhe gitara. Sa mendon Leonita se ndihmon ky aspekt në këndim? Nuk është që jem kundër gitaristave ose artistave tjerë, thjesht e kam stilin tem edhe unë mendoj që ndoshta unë nuk mundem me u përshtat me këta. I kam stilat e mi dhe më vjen na ide ose na gjatë interpretimit. Ndryshë është tani kur bashkëpunon me një kitarist, tani pak e kufizume dhe duhesh. Kështu që kur t'jom vetë, unë momenti që knaqqa për veti, di që keti unë knaqë.